avash bëhemi gati dhe për kafen, por në këto 10 minutat e fundit... Të bëjmë çfarë na duhet me lëkurat e limonit? Të janë limona bio, në baqja. Ja. Lëkurat e limonit i kaloj në thik të gjitha dhe duke pasur ndihmën e kanellës, staranisës edhe uthullës, do të bëhet një fermentim i lëkurave të limonit. I kaloj. Pra do t'i fermentosh. Do të shtoj. Kanellë. Shtoj, staranis, dhe normalisht do prezë lëkurat e tjera. Po. Kjo është një demonstrim, një shembull. Kaq po duhet. Mua dhe filloj tani dhe sa dush kafen tiri, shikoj unë dhe ato. Po. Filloj edhe heq lëkurën e limonit. Nuk kalon në zjerje, thjesht kullohet lëngu dhe përdoret mbas 10 ditësh. Po. Ja. Larja e limonëve, pa tjetër, që duhet do të na ktheshin në bumerang nëse limonat nuk do t'i kishim, le themi, jo vetëm bio, por edhe të palara mirë, sepse përmbajnë shumë pesticide, dihet pa pastërti tek poret e tyre, dhe gjithë receta që bën Albana, por çdo recetë që ju mund të përgatisni, do të kthehet pastaj në bumerang, duke marrë ngarkesa pesticidesh. Ne e përdorim për pastrim. Ja, bukur. I vendoset kapaku dhe e lë të tillë, pra me uthull të bardhë. Me uthull të bardhë, super. Pra si të fermentoni dhe t'i përdorni, duan dhe pak qoftet, po ju qëndrova mirë me kokë. Besnike në skuqje. Josha pak nga shija dhe aroma që më dhanë, po kam kohë, ta provoj dhe ta shijoj. Pse sollëm sot lëkurat e limonit në vëmendje, sepse është stina e tyre, stina e agrumeve, shpesh do na shihni ti përdorin, jo vetëm në gatime, por edhe në pastrime, si gjithmonë ku kemi përdorur produkte natyrale. Çfarë do bëjmë me pjesën tjetër? Patjetër që do përdoret në sallata, në gatime të ndryshme, se sot u fokusuam tek lëkura e limonit. Shpeshherë kemi thënë që ndonjëherë lëkurat kanë më tepër vitaminë C se sa vetë lëngu i limonit, vetëm duhet të keni parasysh larjen mirë me thot grip, edhe t'i fërkoni mirë që të dalin të gjitha pa pastërtit e më pas t'i përdorni. Ja një mënyrë e fermentimit që është akoma dhe më e shëndetshme, shumë e misore dhe e shëndetshme për zorën, për tretjen, për mëlçin. Unë e nisa, siç thash, pak vajolliri, një lugë vajolliri dhe një limon, gjysmë nga këto limonët e shtrydhur çdo mëngjes esëll, një 15 minutë përpara mëngjesit, na ndihmon mjaftueshëm si një tonifikues, si një pastrues shumë i mirë i mëlçisë. Pra një kombinim i vajit të ullirit të mirë me lëngun e limonit. Për të gjitha vlerat që ai mbartë, por mund ta përdorim thjesht si çaj. Një mënyrë që më kujtua që është shumë e këndshme Albana, që mund ta përdorim nëse ka njerëz dhe familje që përdorin shumë lëkurat e limonit, ato dhe mund të thahen. Mund t'i thajmë në furrë, për shembull 50 gradë Celsius. Duke i tharë, krijojmë një masë të caktuar, i grimi bluajmë më pas, dhe në një kavanos qelë që e ruajmë këtë masë plurit të lëkurave të limonit dhe e përdorim në kos, në supra. Tek të gjitha, me panxarin, me çdo lloj frute dhe perimi, lëkurat kalojnë të jenë të tilla. Pra, i mban të thara, i kalon në mikser në fund fare dhe i e kuj mregu. E përdorin dhe e kam të qartë që shumica e limonit i kënkot në për familjet tona. Po pati, po dhe shega. Merr atë lëngu dhe hidhet gjysma. Edhe të shega. Ne dikur, kur ishim të vegjël, mbaj mend që prindër gjyshet saksisht, të gjithë këto çaj ishin lëkurat, i thani në sobë dhe shtëpia mbante një aromë. I konsumojnë dhe ashtu siç janë të fara. Ne rikthehemi në traditë, rikthehemi thjesht i kemi pak më të moderuara. Nuk kanë patur teori shkencë, po praktika jeta i ka bërë që të jenë edhe aq të mençura dhe doktor të vetes, sepse edhe lëkura e limonit duke u konsumuar e tillë siç është, dhe qoftë edhe e pjekur, qoftë edhe e pa pjekur, është shumë e mirë dhe për kolesterolin. Na ndihmon në shumë procese dhe gjendje shëndetësore. Ndaj mos harroni që ti përdorni edhe siç janë lëkurat, i vendosni në vaj, i lini në errësirë në një kavanos,
dhe për 30-40 ditë ju e përdori një vaj limoni me aromë të mirë për sallata dhe kudo tjetër. Pastaj na duhet dhe për forcimin e imunitetit, sepse dihet që lëkurat kanë vitaminë C, edhe të përdoren në mënyrë të vazhdueshme. Kujdes duhet kemi për personat që kanë probleme me stomakun, ulcera, gastrit, që nuk duhet ta teprojmë. Edhe ne të gjithë një limon. Të ngelemi këtu. Këto gjithë të përçojnë ai kërkove. Kemi kohë, as kemi kohë, më thuaj?